Është thënë që momentet e bukura në jetë kalojnë shumë shpejt, por si vjet Ramazani një mend po ecën me shpejtësi të madhe. Çdo ditë Ramazani kalon si pa undjerë. Hoxha në hutbe na këshilloi dhe na përkujtoi se qëllimi final i Ramazanit është devotshmëria dhe e citoi ajetin: O ju që keni besuar, agjërimi u është bërë obligim ashtu sikur ishte edhe për ta që ishin para jush, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Në mënyrë që të bëheni të devotshëm, vazhdimisht më sillet në kokë, sikur të më drejtohej mua. A e arrite devotshmërinë? Përgjigjen akoma nuk e kam të qartë. Ndoshta mërzitesh pse nuk i shfrytëzove ditët e kaluara si duhet me lexim Kur'ani, kërkim falje, lëmosh e fjalë të mira. Kjo ndjenjë le të ndihmoj që të përmirësohesh dhe asesi të dëshpërohesh, sepse mos harro, Allahu ty të zgjodhi nga shumë njerëz që të jesh agjërues i Ramazanit. Një ditë një dietar e kishte pyetur një njeri se sa vjet i kishte dhe ai i ishte përgjigjur se i kishte 60 vite. I kishte thënë dietari: edhe pak të paska mbetur të shkosh te Zoti yt. I moshuari u trondit nga përgjigjja e dietarit dhe e pyeti se çfarë të bëj. Dietari u përgjigj me një këshill që meriton të shkruhet me shkronja të arta: rregulloje atë që të ka mbetur, të fal Allahu atë që të ka kaluar. Tani i ke ditët finale, prandaj përqendrohu dhe mundohu. Nëse fillon vendosmëria të zbehet dhe fillon të ndjen lodhje, kujto ejame ma'dudat, apo vetëm disa ditë të numëruara. Në këto net është një natë e cila vlen më shumë se 1000 muaj, sikur se na ka lajmëruar Allahu kur ka thënë: nata e Kadrit është më e rëndësishme se 1000 muaj. Po ashtu Muhamedi alayhi salam ka thënë: ai që falet në natën e Kadrit me besim dhe shpresë në Allahun do t'i falen mëkatet e kaluara. Të parët tanë të mirë thonin: sikur të fshihej brenda tër vitit, ja vlen të kërkohet për mirësitë e shumta që i ka, e lëre më që është vetëm 10 ditë. Nëna e besimtarve, gruaja e pejgamberit Aisha, e kishte pyetur të dërguarin e Allahut Muhammedin alayhi salam se nëse e gjen natën e Kadrit, çfarë lutje t'i drejtoj Allahut. Ai u përgjigj: Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Zoti im, ti je falës dhe e don faljen, andaj më fal mua. Le të jetë motoja e këtyre ditëve trokit pa ndërprerje në derën e faljes së mëshiruesit, sepse afati i faljes së madhe po kalon dhe Allahu e din se a do të kemi mundësi ta presim këtë musafir më. Dhe për këtë le të bëjnë gara garuesit.